Për kryedemokratin Sali Berisha, data 10 shkurt është rruga e vetme kur qytetarët do të përballen me qeverinë dhe një ditë e rëndësishme, që ai e cilëson kryengritje paqësore. E gjithë bota pret protestën tonë. I kanë përcjell protestat me simpatin më të madhe. Por kreu i Selis Blu në mbledhjen e grupit parlamentar porositi la për të gjithë drejtuesit e degëve të jenë më pranë qytetarëve e të mobilizohen për protestën e radhës. Madje zoti Berisha zbardhi edhe mesazhet e qytetarëve në drejtim të tij për të mos u larguar nga bulevardi. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet të largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Ramën. Ne drejt asaj do shkojmë. Të themi të vërtetën. Ne drejt asaj do shkojmë në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë të sigurt. Ndaj dhe duhet të jetë çështje e diskutimit ton të gjerë me qytetarët, me mbështetësit dhe me antarët tanë, me popullin opozitar. Në mbledhjen e grupit parlamentar të forcës politike që drejton kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, foli dhe për pjesëmarrjen e tij në Këshillin e Europës, KIE, ku tha se edhe shefin e qeverisë, institucionet ndërkombëtare e shohin si bajlozin e zi, ndërkohë që në ligjërimin e tij, rreth 22 minuta para ligjvënësve demokrat, ai risolli çështjen e dosjes Akshi, por edhe dosjen Balluku.